Ish ambasadori Gjergj Dedaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka treguar për dilemën që e ka dhe që e mundon prej vitesh. Ai shprehet se si Serbia i ndiqte të gjithë pjesëtarët e UÇK-s për t'i vrarë ata, ndërsa vetëm Albin Kurtin e linte që të punonte i qetë në Prishtinë. Dilema dhe dyshim: nëse të gjithë ne të cilët gjatë luftës kemi qëndruar në Prishtinë jemi veteran të luftës së UÇK-s, atëherë edhe Albin Kurti është veteran, por një gjë unë kurrë nuk e kam të qartë. Serbia ndiqte kudo, këmba këmbës pjesëtarët e UÇK-s për t'i vrarë nëpër malet e Kosovës, madje edhe popullatën civile vriste, kurse në Prishtinë po e linte të hapur një zyrë të UÇK-s, ku do të punonte Albin Kurti, pa asnjë pengesë dhe asnjë problem. Shtrohet pyetja tjetër: a ishte Kurti bashkëpunëtori i Serbisë apo Serbia bashkëpunëtore e Kurtit? Dilema vazhdon deri në dolc të Klinës.